Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në Maqedoninë e Veriut vijon zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtë për drejtë financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngrohje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçjen e rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz përmes së cilës anviserit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin e kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk të riqet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aleancës Besnik Tahiri për ekonomia online sqaroi edhe një herë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore. Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe kërkon demokraci. Dhe në këto 3 pika, ajo që Aleanca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Kosovën. Aleanca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termocentrali me thëngjell, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumë kërkuar nga Spa Kermal Beqiraj, i akuzuar për aferën e dyshuar të Akshit. Beqiraj u arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Sipas njoftimit gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetasi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprën penale, heqje e palishme e lirisë, konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunëse, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Ministri i Financave i Shqipërisë Petri Tmalej në konferencën e përbashkët për shtyp me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Bina i pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas tij treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurinë pozitive të saj. Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 11.355 që ishin në fund të vitit 2025. Sipas Malejt, xhira e deklaruar nga bizneset të urrit me 7% në 6 mujorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri i bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000 me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Për gjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2020. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump rikonfirmoi të japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes ajrore, të cilat i konsideron jetike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballej me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkroi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilësoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.